Mëngjes të dashur miq, mirë se erdhët. Uroj të keni nisur një mëngjes të këndshëm, të bukur, të ëmbël. Jemi në prag festa 7 marsi, kështu që mirëmëngjes ka. Të ëmbël, ashtu siç kemi ne anilën tonë të ëmbël këtu në studio të dashur Anvisa. Edhe nga ana ime ju uroj një ditë bukur dhe ftoj këtu te këndi ynë gatimit për treguar receta që do përcjellim për juve sot. Nuk janë për 7 marsin, ç'është e vërteta sepse zonjat nuk gatuajnë. Sa doja ta thoja. E pra, në 7 mars s'ka drek. Madje duhet të gatuajnë zotërinjt. Te zotërinjt, nëse duan të gatuajnë, mos u gatuajnë paçe, se ne do të bëjmë paçe faktikisht. Se bëjnë do të paçen thua, apo e bëjmë? E bëjnë, po tani paçe do bëjmë. Po pse jo, paçja është shumë e mirë. E mirë është, nuk them se s'është e mirë dhe është, si thua, një gatim tradicional, do të thënë që neve na shijon shumë, por dhe prandaj dhe e sjellim her pas here këtë lloj gatimi për të gjithë ata që e shijojnë paçen, sepse përveç se ka shije, ka edhe shëndet. Është shëndetshme, po, është ushqim i shëndetshëm. Qoftë për paçe plënci, qoftë edhe paçen që e bëjmë paçe koke. Sidomos paçe kokës Anila ka shumë vlera ushqimore. Kam dëgjuar një mjeke që kishte folur dhe kishte thënë, domethënë për punën e paçes së kokës, që mishi kokës ka vlera ushqimore më shumë se sa mishi i pjesëve të tjera të trupit, të kafshëve. Kështu që mirë është t'i përdorni, sepse paçen kokën mund ta përdorni edhe për paçe, por mund ta përdorni edhe për byreqe të ndryshme, edhe për tava të ndryshme. Bëhet tavë me oriz shumë e mirë ajo koka e viçit. Ne le të ngelemi këtu, sepse sot do të bëjmë me plëncë viçi dhe me këmbë viçi. Domethënë të dyja bashkë na sjellin një paçe shumë të mirë dhe të shijshme, sepse këmbë sjellin të xhelin. Nëse, da le të marrim një lugë tua tregojmë që në fillim fare se sa ato që dëgjo, shiko. Si ke mbritur ti këtu? Si kam mbritur do të themi neve këtu. Është ky ai kolagjeni i famshëm që thuhet? Po, prandaj themi që kemi një shije dhe një shëndet. Ky është shëndeti. Prandaj themi që duhet t'i përdorim her pas here. Pra, si kam mbritur unë deri këtu, në rast të parë duhet t'i lëni të qëndrojnë, sidomos këmbët, të qëndrojnë të paktën për gjysmë dite, që të kullojnë, domethënë ato në ujë të ftohtë. Pastaj, se zakonisht i marrin pastruara tani më paçe dhe kjo është një ndihmes për Anvisat, kështu që nuk kanë atë që duhet dhe t'i pastrojnë. Më mbrapa vendosim në ujë të ftohtë me ca kogra piperi, 1-2 gjethe dafinë dhe ujë në mas. Jo ta teprojmë për punën e ujit, sepse duhet të përfitojmë këtë kolagjenin. Pra, mos kemi tepër ujë, 1,5 litër është mjaftueshëm, deri në 2 litra. E vendosim e zjem në tenxhere dhe do një zjarr të avashët që të bëhet avash zjerja dhe të ngelet pastaj me ato lëngjet e veta. E pastrojmë, si që kam pastruar unë dhe kemë prerë në copëza të vogla. Dhe tani vjen ajo procedura për të përgatitur paçen, por unë me qenë se e kam gati, do me thënë si zjerje dhe këto gjërat, që nuk do shumë kohë gati që të bëhet, do të filloj me recetën e radhës, sepse ajo do të përgatitet dhe do vendosur në furrë. Ta theme çfarë është? Unë të filloj dhe mund të thuash, Anil. Unë ku di unë? Unë ka hakur të mbaroj. Jo, unë do filloj me qepët e njoma, qepët e thata, nëse keni ndonjë hudhër. Pra kjo është një tavë që bëhet me qepët e njoma, qepët e thata, pra tavë pranverore me mish të grirë dhe me oriz që këtë, ose përdorni kështu thjesht me këto lakërinjat e me mishin, me karotën, me këto gjëra, ose shtoni edhe vezë. Do me thënë, për iftar është një gatim shumë e mirë. Edhe i plot. E mrekullueshme, e plot, duke shtuar akoma edhe një sallat, qoftë edhe një hurmë arabie fillimisht që e hap, dhe jeni plotësisht, do me thënë, e keni të kompletuar atë tryezën tuaj. Më duhet vaj këtu mua, Anila, mund ta marrim duandej. E marrim këtë nga paçja. Ashtu, edhe filloj unë, edhe ndërkohë që mund të marrësh kohën të lexosh edhe recetat. Të lexoj recetat patjetër, e bëjmë që në fillim. Unë hedh vajin edhe qepët e njoma, qepët e thata, karotën, dhe mishin e grirë me qepët. Pastaj qepët. Mish i grirë qep apo qep mish të grirë, si e nisti? Mish i grirë qep. Shiko, nuk e kam problem, do me thënë mua më pëlqen ta nis edhe me mishin e grirë, se duaj që të aromatizohet mish i grirë, të më thekërohet, dhe më pëlqen më mirë kur e nis me mishin e grirë. Kështu që si ta hidhni? Ashtu e nisëm. Unë po e nis me recetat. Në rregull. Dhe po të presani. Le ti shohim në ekran përbërësit që do të na duhen për të gatuar paçe me plëncë dhe këmbë viçi. Na duhet 1 kilogram plëncë, 2 këmbë viçi, 1 qep, 2 gjethe dafina,
një lugë kafe kokra piperi, një lugë supe miell, një kokë hudhër, vaj uthull, lëng limoni, krip edhe piper. Tavë me mish të grirë, lakra dhe oriz, na duhen 300 gram mish i grirë, 1 qep e thatë, 3-4 qep të njoma, 1 karot, 600 gram lakra të ndryshme, spinaq, labot, hithra, lëpjeta e të tjerë, 1 lugë salcë domate ose 2 domate, 4 lugë supë oriz, 4-5 lugë supe me vaj, kopër majdanoz, krip edhe piper. Të dyja receta shumë të mira, duken edhe të ushqyeshme, edhe të thjeshta, edhe tradicionale, edhe ekonomike, kështu që pse jo të mos jenë këto ngacmimet e vogla që do të merrni për të përgatitur drekën, pse jo edhe sot, herët është 9 ora. Sigurisht që është një gatim që mundet ta shikojnë anvisat dhe pse jo mos ta përgatisin. Nëse nuk kanë mish të grirë në shtëpi dhe kanë një copës mish, mund ta grinë, do me thënë, ose me thik ta bëjnë copza kubiku të vegjël, ose mund ta bëjnë, do me thënë, edhe në makinë grirëse që kanë në shtëpi. E kthejnë atë copëzën e mishit. Një mënyrë tjetër që gati na ka treguar dhe unë kam praktikuar dhe shumë interesante, kur na mungon mishi në shtëpi, kur na mungon mishi i grirë në shtëpi, mund ta bëjmë sallamin turist. Edhe ky i birës mund të grihet, se ky ka aromë shumë të mirë, ka se çka dhe ca erëza brenda që mua më pëlqen. Po për shembull marrim sallamin, ose çfarë kemi në shtëpi, mikse të sallameve, mund të jetë turisti, mund të keni ndonjë prosciutto, ndonjë salcice, ndonjë fet pancet, ndonjë kofshë të tymosur etj. Grini në atë makinën ngrirëse dhe kthehen në copëza të vogla mishi dhe shijojnë shumë. Edhe ju nxjerrin edhe nga situata. Meqense ne tham pak që 2 ditët në vazhdim, do shta në shtëpi do të mungojnë gratë, një zgjidhje për burrat do t'ishte pasta olla me pakës prosciutto sipër edhe ja ku bën një pjatë. Makaronat i qajnë burrat. I qajnë, po i shikoj një... shkodret e suflea, po t'i shtojmë dhe ca vezë. Po shumë e thjeshtë është, nuk ka ndonjë gjë për të bërë. Ato merri hidhi të gjitha në tavë dhe fute në furrë. Ashtu, e nxjerrin dhe përpara dhe thonë, po që na kanë bërë gratë. Duket edhe sigurisht kemi kushtuar shumë kohë. Ka më shumë, ashtu. Kështu që Ola, mbetet zgjedhja më e mirë e pastave që ju mund të bëni, ju asiguroj për këtë, do të keni vërtet atë shijen e mrekullueshme që pastat kanë, që makaronat kanë. Nuk ka nevojë t'i ngarkoni shumë me salca edhe me përbërës të tjerë, sepse janë aq të mira sa që edhe thjesht ashtu tradicionalisht dikur ne i hanë makarona, thjesht për gjalp të shkrirë, të jeni të sigurt që do t'ju shijojnë shumë. Sigurisht, edhe me vaj, Anila. Me vaj ulliri. Ngronim pak vajin edhe hidhnim pak zini makarona. Dikur haj thjesht edhe shijonin, sepse ishin pikërisht produktet ato që e bënin diferencën. Dhe këto produkte vazhdojnë të ruajnë vetëm traditën, por edhe cilësinë në tregun shqiptar për konsumatorët, duke vjuar më tej edhe me mielin, i cili është më i miri që mund të gjeni. Ju shkëlqejnë të gjitha recetat, po ato petullat që dalin të shishme, krepat e mëngjesit me qenë se jemi prak fundjave, byreqet, picat, recetat me mielin e misrit, jemi në muajin mars, në muajin e ditës së verës dhe në muajin e ballokumeve, kështu që zgjidhni mielin e misrit të verdh apo të bardhë si ju të dëshironi, një mix midis të dyjave, pse jo nga Atlas në logon e Olës, edhe e sigurt që do të keni ato ballokumet originale ashtu si shija jonë është mësuar t'i ketë. Edhe unë po e afroj pak të paketimin ton me O Vital, sepse ne mëngjesim e nisim kështu, e nisim me vezë të zjera, e nisim me një omblet të thjesht, gatuajmë me vezë dhe bëjmë ëmbëlsira, i shijojmë shumë të bardha apo të kuqe, veza O Vital është veza më e mirë, më e freskët dhe më cilësore që ju mund të gjeni në treg. Ne këtu i kemi pjesë të ditës sonë. Ky paketim me 15 kokra na mbaron shumë shpejt. Ne na mbarojnë në fakt të vezës, sepse sot do t'i kemi të receta, do t'i përdorim? Mendova po, kanë të dyja tavat, një do t'u lë anvisave pa vezë dhe një do t'a bëjmë me vezë. Sipas dëshirës tuaj. Dhe anvisave t'u japim zgjidhje në shtëpi që mund t'a bëjnë këtë lloj recete edhe me vezë edhe pa vezë. Ashtu siç tham, që mund t'a bëni me mish të grirë dhe mund t'a bëni edhe me salam turist ose në lloj tjetër sallamin që keni në shtëpi, duke e zvendësuar. Mund të lëni akoma edhe në copza nëse doni për ta bërë, bëhet shumë e mirë dhe ka tjetër shije, sepse nuk keni nevojë të shtoni më aromat brenda, këto erëzat aromatizues, sepse vetë sallami është aromatizuar,
dhe gjë që ju ndihmon për të marrë atë shijen nga pjesa e sallamit. Ndërkohë të dashuran Lisa, unë siç e pat juve fillova fillimisht me mishin e grizë, dhe mbrapa kam shtuar qep të thatë, qep të njoma, do i thelpi hudhër, faktikisht kam hedhur 1-2 hudhrat të njoma, me qënë se mund ndodhen, juve nëse jo, mund të shtoni 1-2 thelpi hudhrat të thata, të cilat këto i keni të grira holl. Më mbrapa kam shtuar këtu edhe karotën, dhe tani është momenti që do të shtoj pak salcën, ose tham pure, ose domate, që domate të grirë të freskët. Që them drejtë më pëlqen ajo domatja freskët, po tani nuk është edhe momenti që nëse gjeni ndonjë domate që t'jetë e pjekur mirë, se është shumë e rëndësishme kjo kur domatja duhet t'jetë e pjekur, mos të jetë e bardhë, se nuk i jep atë shijen e duhur gjellës. Prandaj kemi her pas here përdorim edhe këtë salcën. Atë që them gjithmonë, fillimisht unë e ka vërdisë salcën, sepse provojeni, faktikisht nuk vjen era gjellë salcë. Se më thonë, sidomos në tasjebap, anvisat bëjnë atë gabimin që shkrinë salcën bashkë me mielin dhe ja hedhin tasjebapit brenda. Gabimi më i madh, do me thënë, ajo nuk është tasjebap, nuk është gjellë, sepse të vjen era e mielit, vjen era e salcës dhe nuk ka të shijen e dur. Kështu që ai është defekti gjithmonë, salca duhet ka vërdisur, mieli duhet ka vërdisur që të bëhet tasjebapi mirë, që të bëhet paçja e mirë kur përdori miell. Gjella do ka vërdisur salca kur neve përgatisim gjellë, që të mos të aromatizohet, të marrë shijen e salcës, por të mos ketë edhe erën e salcës. Dhe tani e kemi gati neve, sepse e bëm atë procedurën siç duhet. Është momenti që do të shtojmë dhe orizin. A kemi shplar? Po. E kemi larë disa herë, derisa të pastrohet uji. Ajo është, do me thënë, momenti që themi që është larë mirë orizi, në momentin të fillon dhe uji ngelet i pastër. Atëre orizi është i larë mirë. Dhe kjo bëhet për arsye për të hequr atë amidonin e tepërt që përmban, që zakonisht në shumë persona që kanë probleme me shëndetin u bën dëm. Por edhe neve, pse jo, duhet të kemi një, si thuash, kujdes. Kujdes, po. Një kujdes. Dhe bashkë me tasin e orizit, kemi ndërtuar një kala me kasa. Dhe tani, pasi kemi shtuar të gjitha këto, përveç se pak krip që kam hedhur në momentin e pashiko se sa e mirë që është bërë kjo mbushja. Edhe kështu si që është, pa lakrat mund të zjeni, edhe të përdorni akoma këtu edhe vezë. Vezët sy që themi neve dhe përsëri keni një gatim shumë të mirë. Por që lakrat na i bëjnë akoma edhe më të shishëm, tani është momenti që unë kam pak piper të kuqe specin, nëse keni. Më pëlqen që të bëhet ky kombinimi specit, pak salcë, pak spec, edhe mix erzash, edhe piper të zi. I hedhim edhe këto, erza që kemi. Do të hedhim tani lakra. Unë kam përdorur jo spinaq sot, por një mix lakrash. Çfarë ju ndodhen juve në shtëpi? Deri atje erdhi piperi? Shëndet. Fluturon piperi, në fakt. Edhe mua më do më njërë. Po, nga të manu hantjen. Ja, tani, shikoni sa të mira që janë. Përdorni tani, erdi koha, futëm në pranverë, kanë filluar shiko se sa jeshillëke janë, sa të mira janë, këto kanë vlerat të mëdhaja ushqimore, unë kam dhe hithra këtu, e kam lëpjete, kam lakrat të ndryshme, përveç se spinaqit që është, që mund të përdorni, por edhe këto zën një vend të rëndësishëm, përveç se i përgatisim kështu, herës tjetër do t'i sjellim edhe me miell mistri, si shtemi në atë brushtullin dimëror që bëhet me presh, tani është momenti që ta bëjmë me lakrinja, me lakrat të ndryshme, me qep të njoma, hudrat të njoma, me erza, me këto lakrat që janë, si që përmëndëm, ato lakrat të të kjo recet, me të gjitha këto lakrat mund të bëni, edhe mund të bëni me ujë, mund të bëni edhe me 2 filxhan qumësht, që të bëni akoma dhe më të shishme. Do të sjellim një ditë edhe këtë lloj recete me miell misri,
Përveç se nga java duhet të bëjmë dhe bollë kumet. Po, duhet të sjellim, sepse java që vjen duhet është mirë jam. Dhe ashureja, se është një ditë e ashures. Po, duhet një do të shojmë datat. Kemi sa gatime të traditës që duhen respektuar. Kemi ko, deri në datë 22. Kemi, ja kontrolloj një që se harrojmë edhe ato në vetë. Është edhe Bajrami këtë muaj. Kemi shumë festa këtë muaj, kështu që... Tani për iftar, neve u japim ide dhe receta. Po, patjetër. Që mos të... Dërsa për pjesën e festës së madhe, pastaj më mbrapa janë Pashkët e mirë. Po, periudhë festash kjo. Periudhë festash. E bukur që është e vërteta, mirë, të ketë ditë të caktuara për të mbledhur edhe për ta bërgëzuar. Bëm një pauzë nga Krishtlindjet dhe vim në këtë, si thuash, hym në këtë lloj feste, si për të gjithë njerëzit, do me thënë gjithë miqtë tanë, qoftë katolik, qoftë të krishterë, qoftë musliman, Bektashi. Po ne me thënë të drejtën këtu në Shqipëri, i festojmë të gjithë bashkë. Dhe kjo është shumë pozitive. Shumë pozitive, është e vërtet. Sheko, i themi gjithë të gjëra, sepse dua dhe unë të më zbutet pak kjo pjesa e lakrave. Po. Dhe nuk u vendos, ka pak atë që ju them gjithmonë, më mirë kam durim që ti bëj, faktikisht këtu ne në studio nuk është se kemi atë kohën që të rrim të qëndrojmë kështu gjatë, po ja dhe pak se edhe mbaruam. Ndërsa ju në shtëpi mos e vendosni ka pak, unë ju kam thënë gjithmonë dhe bëjeni këtë gjë dhe do shikoni dhe atë situash diferencën, sepse këto jeshillëqet mbajnë këtë ngjyrën e vetë dhe ruajnë pjesën e klorofilit që përmbajnë. Kjo është idea. E kuptoj. Kat, mendon se ne në pjesën e 2 do t'ja dalim të nisim e të përfundojmë Paçën, apo ta nisim tani? Jo, Paçja ka kohë Anila, sepse s'ka. Është thjesht një proces të fundit. Jo, ne edhe tani kemi kohë, kemi rreth 5-6 minuta, kështu që nuk është se thjesht doja të ngrohtë, jo të ftohtë, po e kisha në vatrën andej, që ta ndihmoj të më bëhet, domethënë, më bëhen pak më shpejt, më zbuten më shpejt, dhe do të hedhim akoma këtu në ngelen edhe erzat. Erzat e freskëta. Erzat e freskëta, kopër majdanos. Edhe kështu tani, si që është kjo, mund të përfundo, më falni, edhe këtu në tigan, kur thuhet. Por, ne do të vendosim në furrë dhe të thamë që do të tregojmë në 2 mënyra. Një që do të bëjmë me vezë dhe një që do të bëjmë kështu thjesht si që është. Pa vezë. Pa vezë. Kush do i bëhan me vezë, por e bëjmë me vezë, si thua sepse si që e pat nuk është se kemi shumë mish, s'kemi protein të madhe, dhe për miq tanë thamë që këtë lloj recete mund ta përdorin për iftar, dhe ata kanë të nevojshme domethënë proteinën, sepse koha e zgjatjes së tyre gjatë ditës është goxha që qëndrojnë pa ushqim, kështu që kanë nevojë të ushqehen mirë. Edhim dhe këto erzat. Kati, përfunduam. Krip i hodhe ti? I hodha, në fillim fare i hodha krip dhe erzat që kisha përmbanin dhe pa krip. Në rregull. Se ki hausë më... A, e kishe të kjo këtu? Po, aty. Nga që pashe ta si kripës është këtej pa prekur, thash mos na e bëre pa krip. I hodha se kisha vendosur atje. Okej, mirë. I kisha vendosur. Më humbi si moment. Jo, zemër, i hodha në fillim fare tek pjesa mbasi shtova qepën, jo tek mishi, po tek ashtu. Po dhe tek mishi grir nuk ka nevojë, sepse s'është racion e mishi, është mishi grir. Tek mishi grir hidhet që në fillim, madje e ndihmon, do me thënë, që të shkrifërohet mishi. Mos të mblidhet e të bëhet copa kështu. E pat, do me thënë që mishi na u zbut dhe na ka vërdis mirë. Ja, po thuaj se jemi gati, do t'i shtoj edhe pak ujë, nuk e di pse ka shumë kjo soba jonë. Shiko, të ka shkuar një që kete shtrembo tiganet, sikur se keni qëndër, se këto janë në ndjeshmëri e ditin, një qik të dalin. Dalin nga pista. E janë një ka modernizimi, i ka këto. Dalin nga pista, në fike soba. Shiko,
kishte tani një me gaz dhe me këto, shpejt do i kishim përfunduar. Po mirë, shiko, ato që do thuash ti do them dhe unë. E di. Ashtu. Që gjëra më e mirë bëhet në zjarr të avashët. Ashtu, kështu që gazi mbaron punë, është për... është i shpejt, por nuk është ka të shien. Ajo është, do me thëmë, përgatime të shpejta. Pa. Nërsa përgatime që duan kohët të bëjnë kështu avash si puna e kësaj gjellës tonë dhe shikoni sa e mirë që po bëhet. Tani nuk është se duhet të shtojmë edhe shumë ujë, sepse që është e vërteta edhe lakrat përmbajnë lëngje, do me thënë ujë, edhe ne duhem që ta bëjmë një tavë me pak lëngje. Kështu që do hedhim vetëm edhe këtë, edhe jemi në rregull. Shumë mirë. Do heqim këto dhe do fillojmë pastaj, se kjo fillon dhe ka dhe procedurën tjetër që do të vendoset në furrë. Në hundes furrë. Pse ti ndëlliu ajo? E kishe vënë me kohë, ndoshta? E kisha vënë me kohë. Edhe soba na kujtoi që është gati, është ngrohur. Jam gati sot. Ka marrë temperaturën e duhur për ta vendosur në furrë. Vendos në furrë. Aq kemi dhe në kohë 2 minuta sa për ta kthyer në tavën përkatëse. Tani edhe për të shtuar vezët sipër, besoj me pak skrip ndonjë. Se do marrë atë tjetrën. Po. Edhe vaj ulliri dhe ta vendosim në furrë. Kur të kthehemi do merremi me pacen edhe ndërkohë deri në orën 10 që ne shkëputemi tërësisht nga kuzhina do të kemi gati të përfunduar edhe recetën bashkë me vezët nga sipër. Po Kati, çfarë të duhet? Ja, të marr këtë. Ja, e kanë lënë këtu zonjat. Faleminderit. Lugë, po më kishin se u thash mi lëni këtu mbi tryez që mos i kërkoj se dal nga aneksi pastaj. Atëre, pasi merr një valë, sepse kjo gjellë tani do të përfundoj në furrë. Kështu që hedhim këto fillimisht. Që do ta bëjmë pa. Ju mund ta lëni pak më tepër në tenxhere. Unë për arsye kohe do ta në tenxhere them, në tigan, tenxhere ku do ta përgatisni ju. Shika, bëjmë vetëm këtë me vezë tani, që ta vendosim në furrë. Në rregull, se edhe tjetrën do ta... Tjetra do jetë po njësoj. Sa vezë do të vendosim aty? Ja, do t'i shikojmë tani. Do t'i hedh pak lëng faktikisht që të më zjetë edhe kjo edhe vezët. Tani, duhet të themi jam visave këtë gjë. Kur është se do t'a bëni me vezë, do t'a lëni që thuaj se t'jetë gati, do me thënë orizi. Sepse këtu, kur hetim vezët, 10 minuta është e shumëta, 10-15 minuta e shumëta është për të qëndruar në sobë. Ndërsa, për këtë tavën tjetër, për shumë që do të bëhet pa vezë, mundet të vendosni edhe pa u bërë. Pa gatuar orizi plotësisht, sepse mund të lëmë sa të duam në furrë, nuk kemi vezë dhe produkte sipër që do të digjen nga nxehtësia. Tani neve të hedhim një këtu, edhe një këtu. 3 foleza. Apo të edhim më tepër? Atëre, Kati, e vendosim në furrë dhe në orën 10 të nxjerrim nga furra. Tani është momenti që ne të shkojmë në një hapësirë publicitare. Do të kthehemi përsëri. Kri piper sipër edhe vaj. E tham. Kri piper, e vendosim në furrë, e nxjerrim më vonë, ne shkojmë në publicitet, edhe kontrolloni një nga një, por neve nga që jemi të sigurt dhe e dini juve këtë gjë, kemi provuar dhe herë tjetër, shikojeni se si janë, prandaj dhe nuk bëjmë këtë. Jemi të garantuar për pjesën e vezë. Patjetër, për aq kohë sa gatuajmë me Ovital. Shkojmë në publicitet edhe kthehemi prapë. Në studio, gati, për të vijuar aty ku e kemi lënë, punë, do nisim tani pacen, kështu që Kati merrem unë me atë. Atëre, mirë, shumë mirë. Ta bëj unë një gjë. Po, dëgjoj tani këtë, do ta hedhim këtu, pak skrip piper dashur, pak vaj. Ja u do. 3 herë më ka thënë. 3 herë më ka thënë juve, mua po e po. Atëre, vim këtu te pjesa e paqes. Kemi sqaruar në fillim fare se si do të bëhet kjo paqe. Do të hedhim tani mielli. Ta lëm diku këtë. Filloj fillimisht me vaj.
Edhe kemi miell, sa të marri pak temperaturë që mori. Ishte e ndezur ajo, Kati? Po. Se mos të digjet vaj me një herë. Apo miellin, çfarë po shton? Miell po i hedhim. Ne kemi në rregull dhe do të më duhet tenxheria që të hedha të xhelin, gelatinën. Që të më shkri se do të përdoret si lëng të pjesa e paçes. Dhe kjo është ajo që na e bën atë paçen të shishme. Kjo do të kthehet në lëng. Një lëng që do të fillimisht ka vërdisi mielin derisa të na marrë atë ngjyrën e arit, në ngjyrë bezh dhe më Ta vendosim në furrë të Kati? Po. Alina, edhe fura poshtë është e ndezur, duhet ta kemi të ndezur. Po. Që mos kesh Po, sa kjo nga sipër e do temperaturën. Jo se pëson gjë, ajo, po nga që kam vendosur shumë dhe mos të kesh që të digjesh. Me që e kam të ndezur, po. Kjo është. Na lëshoj këtë aromën e mirë mielli. Edhe kjo pjesa e xhelit është, hedhim një pjesë. E trazojmë. Tani, në disa vende hedhin edhe pak salcë. Do me thënë, hedhin pak salcë të kuqe. Në disa hedhin pak piper, që duan të japin, si tuash, një ngjyrë, të mos të jetë kështu e bardhë. Kjo varet sipas dëshirës. Unë do ta bëj kështu të bardhë, nëse do shoh në fund fare, nëse mundet. Disa hedhin edhe pjesë, si thuash, shkrin gjalpin me pak piper të kuqe dhe ja hedhin në fund fare. Unë në fund fare do t'i bëj një salcë që doja t'rregoj, që të më ruaj atë ngjyrën e mirë, që do të thotë me hudhra, vaj ulliri, me lëng limoni, edhe me uthull, dhe më bëhet një salcë shumë e mirë për të shoqëruar paçen, mirë them. Tani s'ka problem se është pjesa e kësaj Sa të tretet. Sa të tretet. Kati ti e bën të bardhë, apo jo? Të bardhë, por ngjyra do me thënë e uthullës, e hudhrës, e vajt ullirit, edhe lëngu të limonit, i jep një tjetër shije dhe një tjetër ngjyrë në momentin që e servir. Tani pasi është bërë gati, do me thënë që të marri një dy val kjo, hedhim edhe pjesën e paçes brenda, e lëm që të valoj, sepse është e zirë, po thjesht që të lidhet. Ata fikim të se na dogji. Ashtu. Po, përgatisim paçe. Dhe shikoni, dhe këtu kemi gelatinë, me shiko. Asha, po. Që është. Dhe një pjesë të këmbëve unë kam grirë, do me thë nga mishi i këmbëve të viçit, sepse ajo është gjithë vitamin, kalcium, protein, çfarë nuk ka. Tani kjo duhet me patjetër që të rritë të valoj, të marri disa val që të na bëhet gati. Kokra e piperit ne kemi hedhur pak më përpara, unë do ta lë që të valoj dhe ndërkohë do të përgatis salcën. Që do të thotë, si do ta bëjmë ne salcën? Do të hedhim thelbin e hudhrës, do të hedhim lëng limoni, se po e presim edhe këtu. Dhe a heq këtu njerë që mos më bien fara. Farat e limonit. Gjë që tani më e kemi thënë dhe herë tjetër. Që nuk është në një problemi madhe. Nuk është në një problemi madhe dhe po konsumojmë, madje thonë që farat kanë vlera ushqimore. Kanë ndryshuar gjërat. Edhe kur i hedhim tani tek makina grirse, edhe farat, si thuash, grien, edhe na kthehen në një farë si salcë bashkë me salcën që përgatisim.
E hedhim edhe këtë. Tani unë kam këtu që është e vërteta uthull, që kemi uthull rushi. Është pak me këtë ngjyrën e erët, por mund të përdorni një uthull molle, uthull rushi, çfarë uthulle juve ju ndodhet në shtëpi. Qartë. Kripa më duhet anila. Ne kalojmë tani këtej. Do t'i hedhim vajin e ullirit. Hedhim të gjithin se duhet për të... Do t'i hedhim edhe kripën, edhe t'i hedhim pak piper. Piper të zi. Urdhëra. E gjitha kjo. Dhe si pas dëshirës mund të shtoni edhe fara speci, që unë do hedh, do me thënë, kam nga këto speca të vogla, djegës, e hedh brënda. Dhe kjo pasaj varet si pas dëshirës. Gjë që mundet ta hedhni edhe në momentin që e konsumoni. Do t'i bëjmë një përzierje. Okej. Shapim vezët, mos ta digjoni. Jo. Është grirë. E hedhim të tasi që kemi pasur lëngun e limonit. Dhe kemi përgatitur një salcë që ajo që ngelet na duhet vetëm pak vaj ulliri. Pak vaj ulliri. Okej, mirë. Kur të jetë momenti të rikthejmë në ekran edhe një herë recetat e kësaj dite të premte. Paçe me plëndës dhe këmbë viçi, na duhet 1 kilogram plëndës, plombs, thojeni si të doni, si pas krahinës suaj, 2 këmbë viçi, 1 qep, 2 gjethe dafine, 1 lukafe kokra piperi, 2 lugë supe miell, 1 kokë hudhër, vaj, uthull, lëng limoni, krip, piper. Taf me mish të grirë lakra dhe oriz, 300 gram mish i grirë, 1 qep të thatë, 3-4 qep të njoma, 1 karot, 600 gram lakra të ndryshme. Mund të keni këtu mix si me spinaq, labot, hithra, lëpjeta e të tjerë, 1 lugë salcë domate ose 2 domate, 4 lugë supe oriz, 4-5 lugë supe vaj, kopër, majdanoz, krip edhe piper. Këto ishin recetat e ditës së sotme, rikthyem edhe një herë përbërësit së bashku në ekran, me që jemi tek rikthimet, po ju kujtoj se video tona i riktheni sa herë të doni duke klikuar në YouTube, në Villa 24, në News 24, duke klikuar në Balkan Web, duke vizituar rrjetet tona sociale, në Instagram, në Facebook, pra ne jemi kudo. Mjafton të keni telefonin tuaj në duar, të keni dëshirë të na ndiqni, të na shihni, edhe të na shkruani pse jo, ne jemi gjithmonë këtu apo jo. Kati përpiqet që të paktën aq sa mund të ketë akses edhe në rrjetet sociale, kryesisht në YouTube, ju kthen edhe përgjigje zonjave kam parë. Ndonjëherë. Ndonjëherë, por nuk ka rëndësi edhe kur nuk është se su kthejmë përgjigje, sepse... Kur ka në një pyetje, për shumë se kam pyetje, ndodhë që pyesim, për shumë, janë të mirëpritura për çfarë do lloj pyetje, mos hezitojnë që të na pyesin, mos hezitojnë do me thënë të na kërkojnë ndonjë lloj recete që ato duan që tu përgatisim. Neve do me thënë i mirëpresim të gjitha, qoftë edhe ato fjalët e bukura dhe të ëmbla që juve e thoni, por sigurisht mirëpresim edhe të situash vretjet tuaja, këshillat tuaja, sepse asnjë s'është i përsosur. Të gjithë kemi, do me thënë, të mirat tona, kemi të metat tona, nuk ka njerëz pa, do me thënë, të përsosur. Përsosmëri nuk ka në asnjë lloj drejtimi. Edhe sa neve diskutuam dhe sa neve folëm dhe tham, faqja është bërë gati, sepse nuk do shumë kohë që të bëhet gati. Shikoni se si na është bërë. Ajo që do t'i japi shijen përfundimtare do t'i jetë salca që neve përgatitëm, dhe nëse doni që të jepni një tjetër situash lezet, ngjyrë,
në disa vënde përdorin edhe gjalp, që brenda tek gjalpi shtojnë pak piper të kuq. Për t'i dhënë një tjetër ngjyrë, sigurisht edhe një tjetër shije, nëse doni mundet edhe ta bëni. Në ka zona të ndryshme që përdorin paçen e përgatisin edhe me qumësht. Qumësht? Po, paçe me qumësht, po. E bëjmë paçe me qumësht, e bëjmë paçe të pjekur në furrë, e bëjmë paçe me orizë, e bëjmë paçe byrek, do me plëncë. Po plëncin pra se na çudite, plëncin, ka ti thash si u bën ka byrek. Paçja, okej, paçja është e lëngshme. Është me lugë. Ke të drejtë, po neve e thamë paçe kështu, plëncin. Ndjes, ke të drejtë Anil. Po ja, më pse të kam këtu. Kur them ndonjë gjë, në moment korrigjon, ja. Papa, jo, s'ka gjë. Shiko. Ti flisje më bëj imagjinoja. Shiko, Dali, më thuaj që se ja kot. Më nuk je kot, më ti je plot këtu. Kush e ka thënë që unë jam kot? Se më the çdo bëj unë këtu. Jo, tani e the që e ka ti thuaj deri në fund. Ja çdo bësh ti këtu. Me lot kam qeshur. E mirë, shiko tani mua, e hodhëm dhe një qik gjalp. Le ta bëjmë edhe për të plotësuar dëshirat e disa mvisave që duan edhe me piper të kuq, edhe me këtë gjalpin që shkrim tani për të marrë një tjetër aromë edhe një shije. Por duhet që të, si të tuash, të marrë një qik temperaturë dhe të piperi të lëshoj aromën e vetë. Edhe që të ham pastaj. Që të ham. Këti po këto... Ajo është salë se ju do jedhim në çdo pjatë. Okej, pra këtë ja shtojmë në pjatë gjithmonë, asnjëherë në tenxhere. Ai që servir i hedh një lugë të supës. Pastaj e vendosim në një salcier në mes të tavolinës edhe marrim me kuptaj. Secili jet pastaj nëse do më tepër. Të shohim pak vezët ka ti se po mund ta shikosh Anil se mos na digje. E pra jo, djegur jo, po thjesht duhet ta ham pak ta shoh jam. Aman ajo tava të bet. Tava ashtu bëhet. Nuk do bëjmë të bardha, tava të bardha Anila. Prit, po jam bërë këto, jam bërë, këto janë qikë të sikletshme dhe ti kam, pësh kësho. Tani okej, kati e kam e rak të madhë, mos na e shikoni tavën, këto tavat e bardha kështu bëhen kur kaloj në furr. Prit, atëhere, ja po jo në timojmë pak kështu, shikoni rezultatin brënda. E shishme duket. Jo me shishme se imi Anila. Pritë në tjerë dhe tjetërën. Konkurent, ka ti më ti ke bërë. Shiko, këtë tjetërën në fakt, me qënë se thamë... Po, kjo salsa, do t'alëm edhe pak të? Apo të nxerim të dyja? Ja, sa po të marrim vesh si jemi me kohën. Shiko tani këtu. Kjo është salsa e parë që mund t'a lënë në visat edhe me këtë. Pa. Edhe me këtë. Nëse duam t'a bëjmë më të kuqe? Më të kuqe. Përdorim këtë dhe të shtojmë një tjetër shije. Shtojmë edhe këtë. E kuptaj. Me këtë më duket më interesante. Mirë, shiko plotësojnë, kemi tjetër shije këtu, Anila. Tani, o njërën o tjetërën, apo edhe të dyja? Shiko, të dyja nuk është dëm. Të dyja do me thënë janë shumë mirë. Dhe këtu, nuk themi neve se e kemi dëm. O njërën o tjetërën. Por edhe njëra edhe tjetra janë shumë të mira. E kuptaj. Edhe paçen, nëse doni ta bëni me salsën e parë, e lëni me salsën e parë, do më ta heqim se mos na... Se vloj shumë, mos na shteroj. Atëhere, të mira duke, të lumë shënduar të ka ti. Faleminderit, si trana. Jo, ashtu duke si trana, jo, nuk gjestën me trana, duke në ato copës zatë mishit aty. Sepse dhe tranar mund të bëni shumë mirë me këto, e kam thënë herë tjetër dhe më ka vajtë mëndja me pancet. Ne bëj pra një ditë, se dhe në mëngjes shion tranaja. Sepse bëhet shumë e mirë një javën tjetër. Dhe është një gatim tradicional që kemi nevojë ta konsumojmë. Por të treja llojet na janë bërë shumë të mira. Neve këte në studio, a juve në shpia nuk e dim se si e shikoni dhe si ju duken. Mendojmë se janë bërë shumë të mira dhe shumë të shishme dhe të kënaqshme për të gjithë. Akoma edhe për iftar. Pa tjetër, të lumë shënduar, Katerin. Të falenderoj. Kënaqësi, je shumë e mirë. Falemderit. Një ëmbëlsi që kam këtu në studio të dashur anvisa, juve nuk e shikoni nga ekrani, po ta shikoni nga afër, nuk e keni ide se sa vajzë mirë që është. Kati! Këthemi miru pashim. Po pëse? Qiko, ato që po në shojnë duhet di si jam pjata, atë jo si jam unë nga hamfër, kupta? Po, edhe për ne mo janë, Nila, sepse si, po jam pjata do jemi dhe ne. Shiko, unë mendoj tani
që të bëjmë dhe një urim për 7-8 marsin, sepse në bje fundjavë Urimin do të bështi, unë do i them, do me thënë, gëzuar të gjitha zonjave, që të se? I të urojmë, shika. Do me thënë, se të bje 7 marsi, bje për mësuset, pastaj bje për nënat, pra gjithë gëzuar, kemi si tuash gëzim, shëndet, barësi, harmoni, dhe të jemi gjithmonë të lumtur e të gëzuara. Kjo është shumë e rëndësishme. Në do doja thjesht një falenderim dhe mirënjohje për të gjithë mësuesit që investojnë në breza, që janë ata që kanë një ndikim të drejtë për drejtet shumë të rëndësishëm në jetën tonë. Jam e sigurt që gjithë tani po kujtojnë mësuesit tanë ndër vite që na kanë lënë gjurmë, kështu që një falenderim të madh për misionin e tyre të rëndësishëm në jetën e brezave e të fëmijëve, e sigurisht një përqafim të madh për të gjitha nënat, motrat, vajzat në ditën e 8 marsit që përkon me fundjavën. Jo se jemi në të dyja këtu femra, po duhet thënë që femra është një figurë e rëndësishme në jetën e të gjithëve, kështu që mos harroni t'ju uroni nënat, bashkëshorte, të dashurat tuaja, motrat dhe këdo. Ky ishte për një mesazh për meshkujt. Ne bashkë do shihemi të hënën, se do festojmë edhe ne. Edhe ne do të festojmë dhe ne, faktikisht kush ka nënat mirë është t'i uroj, sepse s'ka si nëna. Ikim se ne fillojmë qajnë, po trim dhe pak, publicitet.